Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se i gjithë vendi është ende i pikëlluar dhe i mërzitur nga ndeshja mbrëmshme në stadiumin Fadil Vokri. Megjithatë, shefi i qeverisë tha se nuk duhet harruar që kombëtarja e Kosovës ka dhënë emocione të jashtëzakonshme, duke na bërë krenar, aq shumë sa tu jemi mirënjohës përgjithmonë e për krah për herë. Tash na vlon meraku kolektiv, do mund të bëj kështu sikur t'ja kishim bërë ashtu, ky apo ai, ose që të dy. E di që kemi dëshiruar një lojë ndryshe dhe rezultat tjetër, se i tërë kombi donte fitore, por edhe djelmoshat tanë e meritonin gjithashtu. Fakti që ishim kaq pranë kualifikimit tregon sa afër madhështisë ne jemi dhe shpejt aty do të jemi. Andaj edhe sot e çdo ditë tjetër, Forca Kosovë. Faleminderit të gjithë lojtarëve, trajnerit dhe stafit për angazhimin e madh në secilën ndeshje, ka shkruar Kurti. Ndërkohë, më tej ka shkuar presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila i ka akorduar sot një dekorat përfaqësueses dardane të futbollit, pavarësisht humbjes 0-1 nga Turqia të martën mbrëma në finalen play-off për kualifikim në botërorin 2026. Pa çka humbjes, Osmani ka thënë se futbollistët e kanë veshur me krenari fanellën e Kosovës dhe i ka përgëzuar për rrugëtimin e tyre. Në ceremoninë e dekorimit ishin të pranishëm kreu i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi, trajneri Franco Foda dhe futbollistët Vedat Muriqi e Valon Berisha. Kosova i shkoi një hap larg Kupës së Botës që këtë verë zhvillohet nga 11 qershori deri më 19 korrik në SBA, Meksik dhe Kanada.